ishim në Gjirokastër. Edhe ne bëjmë prova diku në Tiranë, këtu në një ambient mjaft të këndshëm, është një studio pothuajse sa kjo ku ne po bëjmë intervistën. Dhe shkuam në Gjirokastër dhe kishim vetëm një mundësi prove të përgjithshme dhe para saj, domethënë, çfaqja u trondit, u lëkund sepse çfaqja është një qenie gjallë. Ndjen, shikon, vërtet, ulëret, gjakoset, qan, qesh, i ka të gjitha gjërat një çfaqje teatrale dhe pati një përplasje shumë të fort, një tension shumë të fort dhe rezultati ditën tjetër ishte shumë i mirë, 400 aktorëve që unë e mendoja shumë të mirë në një vepër antisistem, nga pikpamja do thoshja e strukturës sociale dhe shpirtërore, po antisistem edhe e kërkuar në antisistem edhe nga pikpamja estetike. Mund të interpretohet një çfaqje kundra sistemit që ne jetojmë, me një sistem interpretimi të vjetër. Edhe Kishëllon do vetë ka qenë një njeri shumë politik edhe më duket se ka qenë gjithmonë antisistem. Kujtoj nga përplasja në 96-ën e pastaj edhe përplasjet e tjera për rrëzimin e teatrit. Ke qenë kundër gjitha sistemeve, megjithëse mik i ngushtë me Edi Ramën. Unë vazhdoj të mbetem mik i ngushtë me Edi Ramën. Marrëdhënia jonë është disi e çuditshme dhe nuk mund të shpjegohet vetëm në një bisedë unë me të, domethënë ne e kuptoj mirë njëri tjetrin. Megjithatë, domethënë unë nuk jam egoist, jam në paqe me veten. Ajo që më bën destruktiv është vetëm puna në teatr. Dhe derisa përpiqem për transformimin përmes teatrit, nuk mundet që në jetën e përditshme të bëj të kundërt. Domethënë, në jetën e përditshme të jem njëri i zakonshëm, njëri që e shet shpirtin e tij, njëri që gjunjëzohet përpara pushtetit, kushdo që ta ketë pushtetin. Domethënë, është njëri me dy fytyra, nuk mundet që të ftosh në sallë publikun dhe publiku të vi, domethënë, është pak e paperceptueshme për mua. Nuk është se nuk ka shembuj të tjerë në jetë, ka plot. Po është e paperceptueshme që të kërkosh përmes një çfaqje të transformosh publikun, ta përfshish publikun, ta thrasësh në sallat të reja, domethënë të bësh sallat të një sistemi siç ka ndodhur këto 15 vjet kur unë kam drejtuar institucionet kryesore në kryeqytet, pra ku unë kam shërbyer më saktë, të fillosh pastaj publiku të ketë parasysh që këtë gjë e ka bërë filan regjisor i cili atje të bën një moral tjetër, këtu në jetën e përditshme bie në gjunjë para ministrit të kulturës, para kryeministrit, për gjëra të cilat bartin një vlerë morale shumë të madhe. Nuk do doja që as teatrit, as njerëzve që më kanë mbështetur. Nuk do doja që familjes time, nipit, mbesës, bashkëshortës, vajzës, t'ju lije një ngarkesë morale të pashlyeshme. Pastaj, unë nuk është se kam qenë kundra Ramës, kam qenë kundra atyre që përkrajnë Ramën. Jo, unë kam ruajtur veten. Nuk më heq dot njeri nga teatri me preshtim të ati lartë. Unë nga teatri ika vetë, sepse respektova veten dhe në këto kohë moderne, në këto kohë të vrapimit pas materiales, pas të jashmes, të ruash veten ka kosto të lartë. Vendosa ta ruaj veten. E dorëzove po.